Ti shpresa ke vite që e para ja, që vaj ullirit shkalla njihet nga të gjithë. Është edhe Patricia? Po. Si në çdo fabrikë tjetër. Peshohen ullit këtu, futen te kjo depozite nëpërmjet transportirit, ngjiten lart. Atje është aspiratori që thithen gjethet. Pastaj ullit e lart dalin atje në këtë depozitën. Nëpërmjet transportirit përsëri ngjiten lart për tek molliri. Këtu bëhet homogenizimi. Ja. Gjithëmore që përzihet, është gati për të kaluar në procesin tjetër. Këtej del vaj me gjithë ujin vegetal. Nëpërmjet pompës kalon te procesi i fundit. Ky është momenti final. Separatorit. Andaj shkon uji vegetal dhe këtej vaj. Jemi shumë krenar për gjithë punën që ti ke bërë ndër vite edhe për faktin që si një njeri që je përkushtuar pikërisht biznesit, po mbi gjitha si grua që je përkushtuar biznesit, edhe jam e bindur që ke kaluar shumë sfida, edhe gratë në biznes vërtet që janë për të nderuar, për të respektuar. Do vi edhe herë tjetër, sepse vlerësoj punën që bën, edhe kam dëgjuar fjalët më të mira, po ty të flet puna, nuk ka nevojë të flas as unë edhe as kush tjetër.